E menoj që për te rezultateve, menoj se po këthena prap, po këthena te impakti që kemi me bo, me qeverisjen e Zot Hamza, është jashtëzakonshëm për secilin person në Kosovë dhe për secilin familje. Pra, për të vjetrit, për shërbime më të mira shëndetësore, për sigurime shëndetësore, për nonat të cilat nuk kanë fëmijë ku mi qunë qerdhe, e që ne e dim që vetë 5% atyre premtive të qerdheve kanë realizu, e që ato mbesin mrapa më ndej në shkollim, mbesin mrapa me gjetë punë, e kështu me radhë nuk pavarësohen financiarisht, e ne kemi një program të jashtëzakonshëm për dy gjërat, e para për mi ndihmu gratë në punësim dhe e dyta për me realizu ku me mujtë, ku me qu fëmijë. Për prindrit, të cilët nëse punojnë sot në institucione që marrin po nga buxheti, kanë një rritje 50% të rrugës, pra nëse i kanë marrë 600 euro, kanë marrë 900 euro e kështu me radhë. Për ata në sektorin privat, të cilët punojnë sot, ku do të kenë zhvillim ekonomik, do të ketë gjykatën e punës, pra që i mbron të drejtë të tyre, do të ketë një fond të papunësisë, i cili thotë që nëse ti largohesh nga puna, pra mbyllet kompania, largohesh pas një periudhe të caktuar, 6 muaj shteti do të garantoj 80% të rrugës tonë. Kjo praktikë. A di çka do të thonë? A di çka do të thonë? Pra në familjet tone, kush na ndëgjon sot? Që qëllimi është që ti je prind, e ke një fëmijë të vogël je të punu dikon. Dhe mbyllet kompania apo duhesh me u largu e kështu me radhë. Nuk je rast social nesër. Nuk je rast social nesër. Pra ki një shans. Po ke një shërbim që ti të paktën familjes tone për 6 muaj të ardhshëm sa ti lyp punë, e ke të garantuar. Programi jonë, je i ri, do me studiu, ke ambici, ke aspiratat moja, do me studiu, po e din që familja jote nuk i ka kapacitet financiare me të mbështetë në këto ëndrën tone, akademike. E ke një fond jashtëzakonisht madh 30 milion euro në vjet, që garanton që ëndrat tua mund të realizohen në aspektin akademik dhe nesër me ndihmu shtetet dhe familjes tone. Pra, për mu, rezultati 28 që të ka me prodhu qëto. Një qeverisje e cila ka direkt impact në jetën tonë. Edhe besoj që kjo është kjo është duke rezultu, mendoj në një mbështetje më të madhe për Petrin Hamzën, një mbështetje më të madhe për PTK-n, një ofertë reale kundër këtyre konflikteve, përçarjeve, mos zhvillimit e shtesë, pagesave të larta, tatimeve, gjitha gjanave, drejt një qeverisje e cila e shen një person që dit e natë mundohet me përafru, me zhvillu, me i konfliktit, me pru stabilitet. Dhe menoj që kjo ka me qenë 28 dhjetore ka me prodhu këtë situatë të re që Kosova ka nevojë me shku për para. Është një faktor që në Kosovë po ka shumë ndikim jo vetëm ekonomik, po edhe politik, diaspora. Ne e dim që vetëvendosja e ka kapitalizu shumë prezencën e tyne, edhe do të thotë i shikon si aset i tyre, po në fakt që ka i ka po për këto vite. Si kërcënim propozitën. Si kërcënim propozitën, po veç do të vi diaspora në me këshënio. Veç si thesi vota, që kemi po, na do të thotë se diaspora na e dim këtë çfarë bizneset të suksesshme sot ka të shqiptarëve në vendet perëndimit. Sa shumë janë integru, sa qindra mira punësojnë atje. Mirë po, kjo qeveri do të thotë di raste konkrete kur bizneset shumë të suksesshme as deren që u kanë qenë me prit një audiencë me apo. Do thotë çka keni me bë që me josh, me pru ata këtu, se për një janë një kapital shumë i vlefshëm, edhe sentimenti i tyre nuk ju ka hub, kanë qef të investojnë në Kosovë, kanë qef të jenë të involvuar në zhvillimet këtu. Do thotë edhe është mirë me shfrytzu edhe gjynamos me shfrytzu gjithatë kapacitet të madh që ekziston. E para për një me diaspora janë thesar, në kuptimin edhe historik, kuptimin e angazhimit për Kosovën, sidomos në ato vitet e vështira, tonat ku djemë dhe vajzat që kanë dalë nga Kosova, shpesher shumë tri, kanë marrë mi vete angazhimin shumë të vështirë, pa e ditë gjuhën, pa ditë kulturën, o deshtë më inkuadru, sepse ka pas presion jashtëzakonshëm të familjeve të cilat kanë qenë pa punë në Kosovë. Edhe është dashur me gjetë me çdo kusht, si më thonë, një punë, me inkuadru, me gjetë mënyrën që me mbledh disa para dhe mujt me i pru në Kosovë, që me majtë familjen këtu. Andaj, roli tyre ka evolu, është e vërtet që ka evolu, nga ata të cilët, si më thonë, kam pas një rol në vitet 90 të tillë, mos plasëm më ne edhe për aspektin patriotik, sepse shumë nga patriotët tonë kanë qetë mundësi me organizu së bashku me ta për shlirimin e Kosovës.
Edhe, mirë po, roli tyre ka ndru, dorën zamër, sepse Kosova nuk është më natë gjendje. Mirë po, qka ata mund cilin dhe sielin, duhet me pas prapë mendësia, e fola qka po të rejkë Shqipëria, po të rejkë me idenë që ne do të zhvillohemi, se deti është aty edhe para 10 vjetë edhe para 15 vjetë. Që aty ka qenë, i njëjti, bele, do shta maj poster në atë ko, po pse ne kemi interesim sot me shku me zhvillimin është sepse ka kryu idenë Shqipëria që ne jemi drejt zhvillimit, jemi drejt BE-s, edhe pra këtu nuk është ajo ide. Nuk po investohet me idenë që jemi drejt zhvillimit, edhe që diaspora i ka disa gjëra që mund mi pru edhe shpresoj dhe e di, kemi diskutu me Bedrin shumë, e ka full shumë bile në fushatën e kalum për transferin e shkatësive, transferin e dijes që ata e binë. Dhe mos se operojnë, së të mos diaspora e unë operon Zvicrën, Gjermanin, Amerikë, po Zvicrën, Gjermanin, 2 shtete, pa e hek Skandinavë, po janë të koncentruar, 2 shtete të cilat kanë nivel të lartë të produktivitetit. Qka qalojmë ne, është në produktivitet. Kompanitë tona në qalojnë në produktivitet. Ata ka nivel të lartë produktivitet. Kështu që e kemi ne një nevoj, ata një mundësi për me i bashku. Pra nuk ka veç kapaciteti financiar, është dija që e kanë. është dija që e kanë zhvillu me kalimin e kohës, që kanë politizu. është kriju percepcioni që ata janë veç blesh të banesave, ku gjë tjetër e i bleni banes, e lajnë po nuk ka egzistu, sepse s'ka egzistu që ky nuk po egziston, nuk o ndërtu që 5 vite, edhe ma herët ndoshta, mirë po tani një agjendë zhvillimore që ndërtën që kanalin, zmon këtë urën në mes të diasporës që ka qëndron sot, jo vetëm sentimentale të kalumës. Kur e shoh unë një ndërmarrës të diasporës, nuk e shoh me sy sentimental që na ke ndihmu në të kaluar. Në shoh sot si një ndërmarrës që mund me na ndihmu për të ardhmen. Edhe mendoj që këtu është ideja dhe unë besoj që do vinë më shumë, besoj që do të jenë më shumë Kosovë, besoj që do të investojnë më shumë. Edhe mendoj që ata e dinë që me zotin Homza ekziston mundësia një zhvillimit më të madh të Kosovës, rrjedhimisht një mundësi për kontributin e tyre me dijen, me shkatësitë, me investimet e tyre në Kosovë. Pyetje shumë shkurt, që ndoshta mund të më përgjigj. A do të jesh pjesë e ekzekutivit dhe cilin rësore kështë e morë ma me qef? Në qeverinë e ardhshme. Zotë Homza, i takon Zotë Homza për se cilin vendim, kështu e kemi pas edhe herë në kalum, ju kujtohet, Memlin e keni pyet shpesh herë kush do të vendos për ministra, edhe në atë kohë sot për ju thëmë që e jam është me bo aktivitetin tem, unë garoj edhe qëndroj për idetë që besoj që i vynë vendit, kontributin tem kudo që mundem me thonë e jap, mirë po në fund Zoti Homza vendos për ata që i vynë me ndihmu në shtyrën e kësaj agjende përpara që t'ja shohin dobinë qytetarët tonë.